Gjatë bërjes së duas është e pëlqyer pra që njeriu të merr abdes, si për namaz. Sepse në përgjithësi është mirë që njeriu të qëndrojë me abdes aq sa mundet, pra, gjatë ditës. Jo vetëm për namaz, po edhe jashtë namazit është mirë që të ketë abdes. Sepse abdesi është gjendje pastërtie, cilën e don Allahu dhe është pra e mirë për njeriu, qoftë shpirtërisht, po edhe fizikisht. Domethënë abdesi i ka ato dobit shëndetësore, të cilët nuk është, domethënë, koha dhe vendi për t'i përmendur. Po ashtu e pëlqyeshme prej gjërave të pëlqyera tjera kur bëjmë dua është që të drejtohemi ka kibla. Domethënë drejtimi kur drejtohemi nuk ka fars, nuk është fars jashtë namazit drejtohesh ka kibla. Mirë po është mirë. Sa drejtohesh ndonjë anë tjetër, drejtohu ka kibla, nëse ke mundësi. A nëse nuk ke mundësi, për shembull dikush udhëtar ka hip në autobus dhe shkon në perëndim, kurse kibla është ka hana e kundërt. Nuk e ka patjetër ai i cili është në autobus tash të kthehet ka kibla, sepse e ka edhe vështirë. Po bën doan çat gjendje në të cilën është. Mirë, po nëse ka mundësi, më e mirë është që të kthehet ka kibla. Po ashtu prej gjërave të pëlqyera prej edukatës e depit të duas është që të filloj me elhamdulillah. Domethënë dhe të dërgoj salavate mbi pejgamberin alayhis salam. Ta falenderoj Allahun për të mirat që ja ka dhënë, dërgoj salavate mbi pejgamberin alayhis salam e pastaj ta thoj duan. Mos të filloj me një herë o Zot, më jep kështu, më jep ashtu, po një herë të bëj dua. Një herë të thoj elhamdulillahin, edhe pastaj të bëj salavat, pastaj të filloj me dua. Domethënë të ketë një farlloj edepi me Allahun e lartësuar, një farlloj respekti, dhe po ashtu mos të harroj edhe salavatet ndaj pejgamberit alayhis salam, i cili është mësuesi jon dhe pejgamberi i fundit. Prej gjërave të pëlqyera gjatë duas është që të ngrit duart. Kur të bëj dua, të ngrit duart. Dhe kjo është e njohur pra tek muslimanët. Nuk është patjetër, nuk ka farz, mirë po është mirë, është e pëlqyeshme që të ngrit duart kur të bëj dua. Andaj nëse dikush për shembull është duke ecur dhe don të bëjë dua, se ka patjetër të çojë durt nalt. Çashtu si është duke ecë, e lut Allahun për ndonjë çështje të cilën e ka pra të nevojshme në atë moment. Po ashtu prej gjërave të pëlqyera gjatë duas është që ti përmend emrat dhe cilësitë e Allahut. Të thoj ja Rahman për shembull irhamni, o i gjithëmëshirshëm më mëshiro. O falës, mi fal mëkatet. Siç është duaja që thuhet natën e Kadrit, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Më thonë, shiko si e ka thurë pejgamberi alayhis salam këtë dua, ka thonë, o Zot, ti je falës. Njëherë ka përmend se falja është cilësia e Allahut subhanahu wa taala. Tuhibbul afwa, ti e don faljen, dëshiron që t'ua falish robërve tu, po ashtu dëshiron që robërit t'ia falin gabimet njëri tjetrit, që u kanë hindër hak. Andaj fa'fu anni, andaj më fal edhe mua, o Allah. Më thonë se si e ka thurë këtë dua. Po ashtu është mirë që kur të bëj dua njeriu, të falë dhe një namaz nafile, do me thonë, të bëj dhe një ibadet nafile, për shembull të jep sadaka ose të falë një 2 rekat nafile, kjo është më e mirë para duas, pra e bën një punë të mirë, edhe pastaj e bën një dua, kuptohet gjitha këto kur ka mundësi.